Ajo nuk shkputet dot nga sarkazma që karakterizon. Po ti marr vëmendje mos sepse ju me vëmendje e keni kostën, nuk ekziston më leku. Vëmendja është para e re apo jo? Valuta e re. Valuta e re. Vëmendje. Do të bëni si kafsh. Bëj unë si kafsh, ke. Vetëm vëmendjen tek unë, jo për veten time, për ju. Tashmë jam pasqyra juaj, miq. Më shikoni mirë në sy. Do më shikoni dherë të tjera. Edhe ju të dashuroni me mua. Shke fiti. Atere, të dashur drogagjin, të dashur eksplorator të drogës, psychonauts, dear psychonauts, të dashur hippie, të dashur mallista, të dashur noqista, të dashur barista, të çfarë do lloj kategori, të alkolizuar, njerëz që abuzoni me ilaçet, bijos gjin, njerëz që keni varësi nga pornografia, njerëz që keni varësi nga seksi, nga masazhet, ku ta diun, njerëz që keni varësi nga zombie scrolling. Unë dua ta lë Shqipërinë me një vepër të mirë, jo për veten time, po edhe për veten time, po edhe për ju. Sepse ata duan shoqërinë e vet, mund të hasim shumë burokracira. Kush ka mundësi të financojë një qendër? Të japi mend, thjesht të japi mend si bëhet. Që të takohen me njëri tjetrin dhe të flasin për traumat e tyre që neve ndoshta nuk i kuptojmë dot dhe rrjedhimisht edhe do i gjykojmë. Le të merrem me njëri tjetrin që të mos shpërhapin më terrë dhe dhimbje. Sepse sa herë që një djalë ose një vajzë pi mall, një nën është duke u lënduar, një baba është duke u lënduar. Biles edhe truri jot është duke u vrarë. Kryesore truri jot është duke u lënduar, duke u vrarë, sepse ka shumë që e justifikojnë, jo po se më lëndoi mamaja dhe unë kam maman dhe baban e keq. Se ka plot kështu. Po mirë. Trauma, shumë drama, më thënë, mos u ndjeni në faj për atë që bëni. Kuptoni që është një sëmundje dhe një simptom e diçka, është fundi i hallkës, varësia. Edhe ju prindër, varësia është fundi i hallkës. Zinxhiri është tjetër kund. Unë po ftoj që hallkës së fundit t'i gjej gjysmën e fillit. Se fillin e parë s'do ta gjejmë deri sa të kemi jetë, sa të ekzistojë qytetërimi. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Librarisë.